Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez është zotuar të zbulojë deri në fund ndërprerjen e paprecedente të energjisë elektrike që goditi i gadishullin iberik të hënën, pasi operatorët e energjisë në Spanjë dhe Portugali përjashtuan mundësinë e një sulmi kibernetik. Ndërprerja e energjisë elektrike, e cila i zhyti qytetet në errësirë dhe la 10 mijëra udhëtar të bllokuar në trena, mendohet se ka çuar në vdekjen e të paktën 5 personave në Spanjë. Një familje me 3 anëtar vdiq nga elmimi i dukshëm nga monoksidi i karbonit pasi përdori një gjenerator në veri perëndim të vendit, ndërsa një grua vdiq në Valencia pasi aparati i saj i oksigjenit u prish. Një grua tjetër vdiq në Madrid në një zjarr të ndezur nga një qeri, duke folur të martën në mëngjes pasi energjia elektrike ishte rikthyer në të dy vendet. Sánchez tha se ishte ende shumë herët për të ditur saktësisht se çfarë kishte shkuar keq me furnizimin me energji elektrike. Ai shtoi se do të nxirreshin mësime për të parandaluar çdo ndërprerje të mëtejshme në shkallë të gjerë. Është e qartë se ajo që ndodhi dje nuk mund të ndodhë përsëri, tha ai ndërsa njoftoi krimin e një komisioni për të tetuar incidentin, i cili do të shqyrtojë edhe rolin e kompanive private të energjisë. Kryeministri tha se administrata e tij do ja dilte deri në fund kësaj çështje, duke kryer çdo reformë të nevojshme dhe duke miratuar çdo masë të nevojshme për të siguruar që nuk do të kishte përsëritje të ngjarjeve të së hënës. Kryeministri i Portugalisë Luis Montenegro tha se qeveria e tij do t'i kërkojë agjencisë OBS për bashkëpunimin e rregullatorëve të energjisë të kryejë një audit të pavarur të sistemeve elektrike të vendeve të prekura për të përcaktuar plotësisht shkaqet e kësaj situate. Pavarësisht se ofruesit e energjisë në Spanjë dhe Portugali arritën në përfundimin se një sulm kibernetik nuk ishte shkaku për humbjen e energjisë, Sánchez theksoi edhe një herë se asnjë hipotezë nuk po përjashtoi, ndërsa shërbimet e inteligjencës së vendit vazhdonin hetimet dhe analizat e tyre. Kryeministri gjithashtu i paralajmëroi njerëzit të jenë vigjilent ndaj lajmeve të rreme që ende qarkullojnë dhe udhë poshtë sugjerimet se ndërprerja e energjisë ishte rezultati i vendimit të administratës së tij për të hequr gradualisht energjinë bërthamore. Jo shumë kohë pasi ai foli, gjykata më e lartë penale e Spanjës, Audiencia Nacional, tha se kishte hapur një hetim për të përcaktuar nëse një akt sabotimi kompjuterik mund të ishte kryer kundër infrastrukturës kritike spanjolle, duke njoftuar hetimin një gjyqtar në gjykatë, tha se terrorizmi kibernetik ishte ndër shpjegimet e mundshme për ndërprerjen e energjisë. Megjithatë, disa orë më parë, operatori i energjisë elektrike në Spanjë, Red Eléctrica, tha se ndërprerja e energjisë nuk ishte rezultati i një sulmi të synuar. Kreu i shërbimeve të operatorit Eduardo Prieto tha se hetimet paraprakë nënkuptojnë se mund të përjashtojmë një incident të sigurisë kibernetike, duke shtuar se nuk ishte asgjë që të sugjeronte se ka pasur ndonjë lloj ndërhyrjeje në sistemin e kontrollit të Red Eléctrica. Prieto tha se dy ngjarje të njëpasnjëshme, të cilat ndodën në orën 12:32 të drekës së të hënës dhe pastaj një sekondë gjysmë më vonë, treguan për një shkëputje të gjenerimit që kishte ndërprerë furnizimin në të gjithë gadishullin, ndërsa sistemi rezistoi ngjarjes së parë, nuk mundi të përballonte të dytën. Prieto tha se problemi kishte origjinën në Spanjën jugperëndimore, ku gjenerohet pjesa më e madhe e energjisë diellore të vendit. Qeveria portugeze gjithashtu përjashtoi një sulm kibernetik. Deri në orët e vona të mëngjesit të së martës, të gjitha 9 stacionet e energjisë elektrike në Spanjë u rikthye në punë dhe i gjithë furnizimi me energji elektrike i vendit ishte rikthyer. Matan Kufierit në Portugali, operatori i energjisë elektrike REN, tha se të gjitha 9 stacionet ishin plotësisht funksionale dhe rrjeti kombëtar ishte stabilizuar në mënyrë të përkryer deri në orën 23:30 të së hënës. Në një deklaratë herët të martën, zyra kombëtare meteorologjike e Spanjës, AEMET, duket se përjashtoi motin si një shkaktar të mundshëm. REN tha gjithashtu se nuk kishte dërguar një mesazh që qarkullonte në mediat sociale të hënën, duke ia atribuar ndërprerjen e energjisë një ngjarje të rrallë atmosferike. Mesazhi në portugalisht pretendonte se mbyllja ishte për shkak të një defekti në rrjetin elektrik spanjoll të lidhur me një fenomen të rrallë atmosferik. Të gjitha aeroportet e Spanjës ishin në funksion të martën në mëngjes, por Ministria e Transportit këshilloi njerëzit të kontrollonin linjat ajrore për ndryshime të mundshme dhe të zbulonin nëse do ishin në gjendje të shkonin në aeroport me transport publik, shkruan The Guardian. Operatori shtetëror Hekurudor Renfe tha se rrjeti Hekurudor i vendit, i cili u godit rënd nga ndërprerja e energjisë elektrike, po kthehej gradualisht në normalitet, por shërbimet lokale të trenave u pezulluan në rajone duke përfshirë Murcia, Extremadura dhe Andaluzia. Rreth 35.000 njerëz u shpëtuan nga më shumë se 100 trena pas ndërprerjes së energjisë elektrike të hënën. Në vitin 2003, një problem me një linjë hidroelektrike midis Italisë dhe Zvicrës shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike për rreth 12 orë, dhe në vitin 2006, një rrjet energjie i mbingarkuar në Gjermani shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të vendit dhe në Francë, Itali, Spanjë, Austri, Belgjik dhe Holand.